Të dashur miq, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës biblike të Dr. Michael Youssef. Seria e mesazheve që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i frymës. Në mesazhet e kësaj serie, Dr. Youssef është bazuar në udhëzimin që apostulli Paul jep Galatasve në letrën e tij. Ai na prezanton në këtë letër me një listë të frytit të frymës dhe na fton të jetojmë sipas saj. Apostulli Paul shkruan: "Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj." Bazuar në këtë varg, Dr. Youssef ka analizuar përgjatë gjithë kësaj serie se cilin fryt të frymës. Kemi parë nga afër dashurinë, gëzimin, paqen, mirdashjen, mirësinë dhe besnikërinë. Në programin e fundit mësuam se që të manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë, është shumë e rëndësishme të ecim në besnikëri, duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në një tjetër fryt të frymës, tek zemërbutësia. Në ditët e sotme shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut. Ata quajnë zemërbut një njeri të dobët, frikacak dhe të druajtur, por e vërteta është krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, Dr. Youssef do të na tregojë se zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos, një tipar që dëshmon për sigurinë tonë të brendshme. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve. We are glad you've tuned in to listen to this program. Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton. And we hope that God is using this series of messages to bless your life. Ne shpresojmë që Perëndia të përdor këto seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj. And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you. Dhe nëse nuk na keni shkruar, ne shpresojmë që ta bëni dhe të na tregoni se sa i rëndësishëm është për ju ky program. I want to begin by telling you something somebody told me years ago. Unë dua ta nis me një shprehje që më ka thënë dikush vite më parë. He said, perception is reality. Ai tha kështu: perceptimi ka të bëjë me realitetin. It took a long time for me to experience that statement and understand this concept. Mu desh kohë që ta provoja dhe ta kuptoja këtë nocion. Not only in my own life, but in the lives of other people. Jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e të tjerëve. Perception is reality, is true in the lives of many people today. Shprehja perceptimi ka të bëjë me realitetin, sot është e vërtet në jetët e shumë njerëzve. One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception. Një nga detyrat më të vështira është të korrigjojmë një perceptim të gabuar. It really is one of the hardest things in the world to do. Është me të vërtet një nga gjërat më të vështira në botë. A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts. Personi që ka një perceptim të gabuar mund të thotë, e kam ndarë mendjen, mos më ngatro me fakte. And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness. Dhe një nga perceptimet më të gabuara dhe të vazhdueshme është koncepti i zemërbutësisë ose butësisë. Whether it's people who are Christians or people who are not. Pavarësisht nëse janë të krishterë apo jo. It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle. Është e vështirë që njerëzit të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut dhe i but nga ana biblike. The perception that meekness means weakness stubbornly persists. Perceptimi se zemërbutësi do të thotë dobësi, vazhdon të këmbgul me kokëfortësi. The biblical concept of meekness is far from weakness. Koncepti biblik i zemërbutësisë ndryshon nga dobësia. Most people describe timidity, cowardice as meekness, Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi, while in reality, biblical meekness is synonymous with courage. ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos. Biblical meekness is synonymous with confidence. Zemërbutësia biblike është sinonimi i sigurisë. Biblical meekness is synonymous with inner security. Zemërbutësia biblike është sinonimi i sigurisë së brendshme. Biblical meekness is synonymous with strength under control.
Zemërbutësia biblike është sinonim me shprehjen forcë e kontrolluar. In fact, that's exactly what meekness means. Në fakt, ky është kuptimi i vërtetë i zemërbutësisë. Strength under control. Forcë e kontrolluar. If you are listening to our broadcast for the first time, Nëse ndiqni programin ton për herë të parë, we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit. ne jemi duke prezantuar një seri mesazhesh për frytin e frymës. Meekness is the next to last of the spiritual fruit. Zemërbutësia është fryti parafundit i frymës. Self-control is the last of the 9. Vetkontrolli është fryti i 9 dhe i fundit. The Greek word paraetos has real deep roots before the time of Christ. Fjala greke praotes ka rrënjë të thella dhe të vërteta para kohës së Krishtit. This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness. Grekët e kuptonin mirë këtë fjalë dhe ky kuptim ishte shumë larg fjalës dobësi. As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices. Në fakt Aristoteli hodhi teorinë se virtyti është e mesmja e dy veseve. Rage was a vice of one extreme, he said, Inati është në njërin skaj, tha ai, and indifference was a vice on the other extreme. dhe indiferenca ishte në skajin tjetër. And Aristotle placed praetos or meekness in between these two extremes. Dhe Aristoteli e vendosi dobësinë midis këtyre dy skajeve. There are two things that I need to tell you about meekness. E ndjejtë e nevojshme t'ju them dy gjëra në lidhje me zemërbutësinë. Number one, Në radhë të parë, meekness is not weakness. zemërbutësia nuk është dobësi. Second, Në radhë të dytë, meekness is not false modesty. zemërbutësia nuk është modesti e rreme. What do I mean by meekness is not weakness? Çfarë dua të them me fjalët zemërbutësia nuk është dobësi? In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth. Në fakt kjo shpjegon se pse Mojsiu quhet njeriu më i urtë në faqen e dheut. This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3. Këtë ne e gjejmë tek libri i numrave kapitulli 12 vargu 3. Let's read it. Le ta shohim së bashku. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e dheut. It is possible that you could have a hard time understanding this passage. Mund ta keni të vështirë ta kuptoni këtë pasazh. If you know anything about Moses, you might say, now wait a minute. Nëse dini diçka për Mojsiun, ju mund të thoni, prit një minutë. Moses was a strong and decisive leader. Mojsiu ishte një drejtues i fuqishëm dhe i vendosur. Moses was prone to lose his temper. Mojsiu ishte i prirur të humbiste qetësinë. He even killed a man. Ai madje vrau një njeri. Moses, the meekest man on the face of the earth, you gotta be kidding. Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e dheut, je duke u tallur? He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding. Njëherë Perëndia i tha t'i fliste shkëmbit, por ai e goditi. Mojsiu, njeriu më i urtë në faqen e dheut, je duke u tallur? He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead. Njëherë Perëndia i tha t'i fliste shkëmbit, por ai e goditi. And thus he was disqualified from entering into the promised land. Kështu ai u përjashtua nga hyrja në tokën e premtuar. Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12. Le ta lexojmë librin e numrave kapitulli 20. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirrën asamblen përpara shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre: Tani dëgjoni o rebel, a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb? Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij 2 herë dhe prej tij doli ujë me bollëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pin ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: Meqense nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre. How can this man Moses be the meekest man on the earth? Si ka mundësi që Mojsiu të jetë njeriu më zemërbut në faqen e dheut? Because the Bible calls him that. Sepse Bibla e quan kështu. And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness. Dhe sepse përkufizimi biblik i zemërbutësisë nuk është i njëjtë me përkufizimin e saj të zakonshëm. Because in the Bible, meekness does not mean a timid, indecisive person who's afraid of his own shadow. Sepse në Bibël një njeri zemërbut nuk përshkruhet si i turpshëm, i pavendosur dhe që ka frikë edhe nga hija e tij. Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth
not denying it. Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si e shprehni të vërtetën, jo duke e mohuar atë. Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in. Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si qëndroni të paepur dhe jo se si shembeni. Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it. Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë më shumë me mënyrën se si shprehni kurajon dhe jo duke mos pasur kurajo. Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage. Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me automjetin që mban publikisht bindjet tuaja, nuk është mungesa e kurajos. Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists, and not the fact that you should not have any critics or antagonists. Butësia ose zemërbutësia është e lidhur më shumë me mënyrën se si I përgjigjeni kritikave dhe kundërshtarëve tuaj dhe jo me faktin se nuk keni kundërshtar apo kritika. That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers. Kjo ide e gabuar në lidhje me kuptimin e vërtet biblik të zemërbutësisë del në pan në esen e një vajze të vogël që flet për një grup të druajtur të krishterësh të njohur si Quaker, të themeluar në Angli në mes të shekullit të 17. She wrote, Ajo shkroi këto fjalë: Quakers are very meek people who never fight and never answer back. Quakerët janë njerëz shumë të urtë që nuk zihen dhe nuk kthejnë përgjigje kurrë. My father is a Quaker, but my mother is not. Babai im është Quaker, por nëna ime jo. Let's look at Moses again. Le të shohim sërish Mojsiun. In this example, look at the way he expressed his conviction. Në këtë shembull shikoni se si Mojsiu shprehu bindjen e tij. Look at the way he expressed strength under control. Shikoni mënyrën se si shprehu forcën e kontrolluar. Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective. Shikoni mënyrën se si shprehu zemërbutësinë nisur nga perspektiva biblike. His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership. Vëllai I tij Aroni dhe motra Miriam u bën xheloz për aftësinë e tij drejtuese. They did not like his style of leadership. Ata nuk pëlqenin mënyrën se si Mojsiu drejtonte. They did not like his popularity. Ata nuk pëlqenin popularitetin e tij. They did not like the way he was exercising authority. Ata nuk pëlqenin mënyrën se si ushtronte autoritetin. So they did what most people often do. Prandaj vepruan si shumë njerëz të tjerë. They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success. Ata nuk u treguan të ndershëm dhe nuk pranuan se ishin xheloz për suksesin e tij. They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading. Ata nuk shkuan tek ai për t'i thënë, nuk na pëlqen mënyra se si drejton. We don't like your leadership style. Nuk na pëlqen modeli yt I drejtimit. Or we are having a hard time with that. Ose, ne e kemi të vështirë And we are jealous of you." dhe ne jemi xheloz për ty. That would have been a good way to deal with things, Kjo do të kishte qenë një mënyrë e mirë për t'i përballur gjërat, because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it. sepse do të ishin ulur, do të kishin biseduar, do të ishin lutur dhe do të përballeshin me të. But Aaron and Miriam did what most people do. Por Aroni dhe Miriami vepruan si shumë të tjerë. They came up with misguided criticism to level at Moses. Ata arritën në kritikat gabuara në nivelin e Mojsiut. They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side. Ata zgjodhen kritikat që të kishin popularitet dhe që të tërhiqnin më shumë njerëz në anën e tyre. What was it? Çfarë ishte kjo? They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good. Ata thanë se Mojsiu nuk kishte bërë mirë që ishte martuar me një grua në ngjyrë. In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows. Tek libri I numrave kapitulli 12 vargu 1 ne lexojmë si më poshtë. Miriami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që martuar, në fakt, ai që martuar me një grua etiopase. And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle. Dhe që nga ai moment, thashë themi u përhap si dritë rrufeje mes komunitetit izraelit. I mean as fast as your radio dial can switch between stations. Duhet të them aq shpejt sa kursori ndërron valët e radios.
And some people began to support Aaron and Miriam, and things began to get out of control. Dhe disa njerëz filluan të mbështesnin Aronin dhe Miriamin dhe gjërat dolën jashtë kontrollit. What did Moses do? Por çfarë bëri Mojsiu? This is very important. Kjo është shumë e rëndësishme. How did he express this meekness? Si e shprehu ai këtë zemërbutësi? Well, he could have said, well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave. Ai mund të thoshte, Aron, Miriam, ose rini urt ose largohuni. Right? Rregull? He could have done that, and it was within his right to do that. Ai mund ta bënte këtë dhe kishte të drejtë që të vepronte kështu. He could have said, you fools, don't you know how important I am? Ai mund të thoshte, hey, ju budallënj, a nuk e dini sa i rëndësishëm jam? Oh, you bunch of complainers, if it wasn't for me, you would still be in slavery in Pharaoh's land. Ose, o tuf qaramanësh, të mos ishte për mua, ju do të ishit akoma sklever në tokën e faraonit. He could have said, you have done nothing but eat off me the whole time. Ai mund të thoshte, ju nuk keni bërë asgjë tjetër veç se më keni zhvatur gjithë kohën. You are nothing but a bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time. Jeni veç se një tuf parazitësh që nuk keni bërë asgjë, por murmurisni dhe qani gjithë kohën. But you see, biblical meekness is strength under control. Por ju e shikoni se zemërbutësia biblike është forcë e kontrolluar. If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness. Nëse ai do t'i kishte thënë të gjitha këto gjëra që përmenda, kjo do të kishte qenë dobësi. But this strong, courageous, and secure man, Moses, exercised meekness. Por Mojsiu, ky njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, ushtroi zemërbutësi. Listen carefully what I'm going to tell you. Dëgjoni me kujdes çfarë do t'ju them. The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man. Burri që vjen vërdall nëpër shtëpi dhe që i çirret familjes së tij duke kujtuar se ai është burri i shtëpisë, nuk është një burr i fortë. He is a weak man. Ai është një burr i dobët. The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man. Personi që thot vazhdimisht se është shefi, është një njeri i dobët dhe i pasigurt. And therefore not meek but weak. Dhe prandaj nuk është zemërbut, por i dobët. If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak. Nëse duhet i kujtoni të gjithëve se sa të rëndësishëm jeni, ju nuk jeni zemërbut, por jeni të dobët. Someone said, Dikush ka thënë, it is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it. sa keq që zemërbutësia nuk e ka trashëguar ende tokën, sepse ata që nuk janë zemërbut po e ngatrojnë vërtet. How did Moses react to the criticism and gossip? Si reagoi Mojsiu ndaj kritikave dhe thashethemeve? He ignored them. Ai injoroi ato. He said nothing. Ai nuk tha asgjë. In fact, it was God who did not like what was happening. Në fakt, Perëndis nuk i pëlqente kjo që po ndodhte. And had God not acted, we would probably never have heard this story. Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishi dëgjuar kurrë këtë histori. God was angry and he acted upon his anger. Perëndia ishte zemëruar dhe veproi në zemrim e sipër. Next time, we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses. Herën tjetër do të zbulojmë se si Perëndia reagoi ndaj ankimeve të njerëzve në lidhje me profetin e tij të zgjedhur Mojsiun. I hope you promise yourself to tune in on the regular time, Unë shpresoj t'i premtoni vetes që do të na ndiqni në kohë, so you can listen to the rest of the story. që mund të dëgjoni pjesën tjetër të historisë. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft. Miq të dashur, kemi ardhur edhe sot në minutat e fundit të programit ton. Në mesazhin e sotëm, doktor Jusef ndal në përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Pam se zemërbutësia biblike është forcë e kontrolluar dhe jo dobësi. Por nëse vazhdimisht i kujtojmë të tjerëve se sa të rëndësishëm jemi, nuk tregohemi zemërbut, por të dobët. Doktor Jusef ndal sot tek shembulli i Mojsiut. Ai ishte një njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, por dinte të sillej edhe me zemërbutësi. Prandaj Bibla e quan njeriu më zemërbut në faqen e dheut. Në programin tonë të rësarshme do të ndalemi sërish tek Mojsiu. Do të shohim se si ai reagoi me zemërbutësi ndaj kritikave të njerëzve të tij. Do të shohim se Perëndisën nuk i pëlqente ajo që po ndodhte
dhe nëse nuk të kishte vepruar, ndoshta nuk do ta kishin dëgjuar kur këtë histori. Juftoj të na ndiqni në programin tonë të rësarshme për të mësuar vazhdimin e kësaj historie dhe për të kuptuar se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modestia reme. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e agazimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.